Bashkë janë ata. Absolutisht. Unë ka 20 vjetë, 2000... I bet ju, edhe kjo u vuri frerin, me njerë, janë alloj ato që mundi. Po ato që i kishtë edhe, i kishtë dhe ju që do bëndë kjo. Për to. Kjo është e vërtetën, klasim për vërtetën. Avokat, e para të shquesh për durim, Po mirë më mirë, respekt të tjetër. Respekt të tjetër. Edhe ne do të kemi respekt për të vërtetën. Edhe unë e di që ti të vërtetën e do. Zoti avokat. Thohet vërtetën si që. Zoti avokat. 2005-ën e pas, unë jam i ngrirë politikisht. Po mirë më mirë, nuk flasme për 2000, je i ngrirë, po me gjitha të alternativa jote, e qoj drejtë 2013 që e bërë shkret. Po në gjovë se ti nuk në dëgjonë mua, dëgjoj me vëmendje. Jo, s'me dëgjove, ti po bënë zhërmusin. Dhe sa bënë debat, më mirë bëjmë konkretisht dialog. Po se këtë fushën që e njohën nuk e njohë mirë. Kush e nisi i pari? Berisha, Shqipëria njero, në Porto Romano, e pasaj Rama. Prejnë Zvernëc, flasim për këtë të sot, e deri jo, e kanë bashkë, zotëri. Po për për thethin, e për Balbonin, për paketën e maleve, janë 3 paketa. Ashtë thash, investimet strategjike, zonët e mbrojtër, paketa maleve që Bashkimi Evropian i ka kërkuar t'i bëjë sipas standardeve. Dhe nuk i ka, zotëri. Dhe një popull shesh, problematika, një popull shesh, ka këto kërkesa, anullo ligjin. Dhe sot Rama duke shkuar në thedh, i ngatron dhe 7.500 nishin me 7.510, 7.516, a ke dëgjuar Rama? Po pra, sepse është morë shumë, 77 bëjnë 22, tani 77 bëjnë 313, pra ka një qeveri që është eternë në akuzë, ka një grup parlamentar që është në akuzë, po pra, ka një qeveri, qeveria është zonë krimi. Mbi 1/2 bashkive janë zonë krimi, nën akuzën. 31 deputat parlamentit të Shqipërisë nuk kanë certifikat sigurie. Qeveria në zonë krimi, parlamenti zonë krimi. Pra kemi zotëri, kemi një grup të strukturuar kriminal, bashkëpunim me oligarkin dhe me politikën. Dhe si pas interesave të këtyre oligarkëve që i kanë prodhuar, këta i bëjnë ligjet dhe i bëjnë dhe paketat. Pra ndaj është taj popullin shesh, është taj popullin shesh që i ka nga 5 kërkesta, 3 i ka këto. Ka dhe i paradoks shumë të madhë, si është paradoks shumë të madhë, njërë të në shesh, dali me pankarta për thethin, ndërkohë atje s'ka si protest. Ku s'ka si protest? Prezencë kryeministit pa thënë, atyre që është bërë dëmi që thonë, ju do të protestoni, minimum. Po jo, ta janë, ore, ta gjithmonë janë me parullon, i zoti e jep të lavi se shetë. To është një protest. To është problemi që të lavi nuk e shetin ta, kolaj. To është një protest, ta është 52 ditë, që ka shpërthyar, ka shpërthyar, ke di që ki